Edhe një herë të nderuar, lidhur me certifikimin e rezultatit përfundimtar, lëvizja vetëvendosje me 42.30%, Partia Demokratike e Kosovës me 20.95%, Lidhja Demokratike e Kosovës 18.27%, AAK Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma 0.6%, Lista Srpska 4.26%, Koalicioni për Familje 2.13%, Kosova Demokratik Turk Partisi 0.51%, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës 0.50%, Nova Demokratska Stranka 0.24%, Za Slobodu Pravdu i Opstanak 0.24%, Koalicija Vaktat me 0.37%, Srpska Demokratija me 0.35%, Partia Liberale Egjiptiane me 0.35%, Socialdemokratska Unia 0.32%, Partia Shkallimeve për Integrim 0.23%, PDA-KLPB 0.22%, Srpski Narodni Pokret 0.20%, Yenilik Turk Hareket Partisi 0.19%, Jedinstvena Goranska Partija 0.18%, Nasha Bosnjačka Koalicija 0.17%, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 0.14%, Fjala 0.10%, Kosova Adalet Turk Partisi 0.7%, Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar 0.7%, Građanska Inicijativa Narodna Pravda 0.07%, Partia Kosovskih Srpa 0.05%, Opre Roma Kosova 0.04% dhe Fatmir Bytyq 0.02%. Këto janë sa i përket partive politike përqindjet e fituara në zgjedhje, ndërsa nga kandidatët të cilët kanë fituar ulse, kemi Albin Kurti, Klau Konjufca, Faton Peci, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Xhelal Sveçla, Tonika Gërvalla Shvarc, Avni Dehari, Mimoza Kusari Lila, Arben Vitia, Ejup Macedonci, Shqipe Mehmeti Selimi, Saranda Bogujevci, Edona Laloshi, Mefail Bajqinovci, Hajrolla Qeku, Armend Muja, Jeta Statovci, Haxhi Avdyli, Albena Reshitaj, Artane Rizvanolli Berisha, Nezir Kraki, Adelina Grajinca, Arbresh Kryezeu Hyseni, Arbër Rexhaj, Dimal Basha, Valon Hoti, Arbërije Nagavci, Liza Gashi, Valon Ramadani, Labinot Demi Murtezi, Fjolla Ujkani, Halil Thaçi, Fitore Pacolli Dalipi, Agim Bahtiri, Artan Abrashi, Salis Zyba, Adriana Matoshi, Drita Pajaziti, Fitim Haziri, Bylbyl Sokoli, Driton Hyseni, Bajram Mavriqi, Arjeta Fejza, Ilir Kërqeli, Fatmire Kolçaku, Arjeta Regjepi, Rozeta Hajdari nga Lëvizja Vetëvendosje, Memli Krasniqi, Uran Ismaili, Vlora Qitaku, Sala Jashari, Enver Hoxhaj, Përparim Gruda, Ganimete Musliu, Nait Hasani, Jakub Nura, Rahman Rama, Artan Behrami, Mergim Lushtaku, Elmir Riqica, Ferhat Shala, Blerta Deliu Kodra, Fadil Demaku, Altin Krasniqi, Gjevair Geci, Abilar Tahiri, Ariana Musliu Shoshri, Rashid Qalaj, Eliza Hoxha, Arnore Salihu, Kosovare Murseli nga PDK, Lumir Abdigjiku, Doar Sakica Gjelili, Kujtim Shala, Hykmete Bajrami, Abdullah Hoti, Anton Quni, Lutfi Haziri, Jehona Lushaku Sadreu, Armen Zemaj, Hysen Qekaj, Fadil Hadërgjonaj, Besjan Mustafa, Marigona Geci, Ekrem Hyseni, Krenar Gjaferi, Alban Zogaj, Arben Gashi, Paris Guri, Sërvese Muqaj dhe Arjeta Abazi nga LDK, Branislav Nikolić, Slavko Simić, Liljana Stefanović, Srđan Popović, Verica Čeranić, Igor Simić, Zlatan Elek, Miljana Nikolić, Stefan Kovačević nga Srpska lista, Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Fatmir Limaj, Beg Berisha, Time Kadriaj, Lahib Brahimaj, Arbresh Krasniqi, Gjevahire Izmaku nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, dhe konservatorët, intelektualit. Nga Kosova Demokratik Turk Partisi, Fikrim Danka, Fidan Jilta, Elber Krasniqi nga IRDK, Emilia Regjepi nga Nova Demokratska Stranka, Nenad Rashić za Slobodu, Pravdu i Opstanak,
Rasim Demiri nga Koalicia Vakat, Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane, Duda Bale nga Socialdemokratska Unia, Artan Aslani, Partia Ashkalive për Integrim, Adem Hoxha, Jedinstvena Goranska Partia, Albert Kinolli, Partia Roma e Bashkuar e Kosovës dhe me kaq të fundon. Atëherë nëse s'ka dikush diçka, punon zoti Kurteshi. Faleminderit zoti kryesues. Ne, ashtu siç është e njohur, kemi kundërshtuar rezultatet përfundimtare në BZAP, kemi ndjekë rrugën ligjore, nga BZAP-i kemi marrë një refuzim si ankese pa bazuar, jemi drejtuar Gjykatës Supreme me të njëjtë për të njëjtën çështje, po ashtu kemi marrë një vendim që refuzohet ankesa si e pa bazuar. Kemi përshtypjen domethënë se faktet e ofruara nuk janë trajtuar fare, në ndërkohë janë hap hetime për pretendimin ton, Spakut Lëvizjes vendosjen nuk dia ka tjerë, për manipulim të votave, edhe ne kemi kërkuar anulimin e votave me postë dhe rivotimin. Gjykata Supreme nuk e ka miratuar këtë kërkesë. Ne do t'i ndjekim rrugë ligjore, do t'a dërgojmë edhe në gjykatën kushtetuese me kërkesën për masë të përkohshme për mos zbatimin domethënë të kësaj pjese të votave, kështu që në këtë rast unë po informoj edhe KQZ-n edhe opinionin domethënë se derisa të përfundojnë gjitha rrugët, mundësitë ligjore, edhe deri në gjykatën kushtetuese, unë nuk mund të votoj certifikimin e këtyre rezultateve. Faleminderit. Faleminderit, kryetar. Parasgjithësh, ju uroj secili deputet zgjedhur që ka marrë mandat në Parlamentin e Kosovës për të përfaqësuar qytetarët e Republikës Kosovës. Ne kemi pas një proces i cili nuk ka qenë i lehtë, të them të drejtën, si proces zgjedhor, për arsye të shumta, qoftë të dalur nga ndryshimet ligjore të reformës zgjedhore, qoftë nga ndryshimet tona të brendshme, që kanë prodhu situatat të cilat na kanë bërë që dhe të zgjatet më shumë se sa që duhet shpallja dhe certifikimi rezultateve zgjedhore. Po mendoj që ne duhet urgjentisht të adresojmë të gjitha çështjet, duke përfshi edhe çështjet tona të brendshme, defektet tona të brendshme, por adresimin edhe çështjet të cilat dalin nga ndryshimet e mundshme ligjore, sepse kjo duhet të shërbente edhe zgjedhjeve të cilat na presin, zgjedhjeve lokale, parasgjithësh. Sa i përket problemeve pastaj të tjera të votimit jashtë vendi, kjo është baza ligjore. Për fatin tonë të keq që them këtu pa hezitim, që kur do që mbahen zgjedhjet, problemet e njëjta kanë mu paraqit njëjtë, derisa ky ligj është në fuqi kështu që është. Krejt në fund, dua t'i falenderoj gjithë ata të cilët kanë qenë akter dhe të përfshirë në këtë proces, në mënyrë që të vim sot e kjo ditë të certifikojmë zgjedhjet, dhe një falenderim veçantë po ashtu edhe për mediat, gazetarët, të gjithë ata të cilët na kanë përcjell gjatë gjithë kësaj kohe dhe i kanë shërby procesit me deklarimet dhe paraqitjet e tyre korrekte. Faleminderit shumë. Stafit natyrisht, një falenderim e veçantë. Faleminderit. Atë përmbyllim se po du me hedhë në votim. Nëse s'ka dikush... Unë veç një minutë. Unë veç me deputet e juj edhe antarët e kryesisë juj. Ne, veç më s'jani si mu shtypë të tasë. Pëdoj me përmbyllim. Sami. Me ka 100 votime. Nga gjitha këto reagime, po shifet në vërtet që nuk kemi pas një proces sukses shumë, po një proces të dështuar, edhe na kemi probleme si KQZ, edhe këtë herë që nga dita e parë me shpalljen e rezultateve preliminare, KQZ ka dështuar. Edhe këto duhet me pranu për arsye të ndryshme.
Edhe pra, nga këtë reagimit për shifni që nuk ka qenë bashkë një proces paqësor, i qetë, krejt në rregull që ka shku, pas ka probleme, po reagimet të regojnë dhe më thonë vërtetën, kurse fjallë nga njëherë vetëm lustrën. Po e shifni gjendje. Kjo është, prandaj unë e thash, nuk më me ngrit dorën për certifikim të rezultateve, për cilat unë mendoj sinqerisht që janë të manipuluara, edhe mendoj se 2 shkallët e gjykatës nuk janë marrë me trajtimin e fakteve dhe dëshmive edhe në mënyrë qëllimore, shprehimisht i kanë ikë trajtimit të fakteve. Në vendime e kanë shpallate, prandaj unë nuk mund të qoj dorë, nuk kam ndonjë arsye tjetër. Faleminderit. Nëse s'ka dikush diçka tjetër, unë e hedh në votim kush është për certifikimin e rezultateve? Kundër 2, atëherë me 9 vota për 2 kundër, certifikohet rezultati përfundimtar për zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura me 9 shkurt 2025.